mandat tjetër. Po t'ju thënë të drejtën, është shtyer për 2 muaj. Imi mësuar tani me këto zvarritje, sepse kjo është një proces shumë i gjatë. 6 vite po bën që krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës po ballafaqohen me një proces të padrejt, të pamerituar dhe i cili po rezulton të jetë edhe më tepër një proces politik se sa një proces gjyqësor. Pse është duke ndodhur kjo zvarritje, siç e thuani ju? Pse është duke ndodhur kjo konkretisht? Po nuk e dim pse, kryesore ne kemi reaguar vazhdimisht, ka reaguar edhe populli me protesta, sfundmi edhe me një peticion të cilin ju kemi drejtuar dhomat të specializuar në Hagë, dhe jemi të bindur se kjo është tentim i barazimit të viktimës me agresorin, në këtë rast Kosovës me Serbinë, sepse dihet se krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës atje nuk janë persona, ata janë përfaqësues të luftës sonë, përfaqësues të shtetit tonë të ri, dhe ata përfaqësojnë popullin tonë përgjithësi, luftën tonë të drejtë dhe shtetin tonë të ri, i cili ka zhvilluar një luftë të drejtë qëllimtare. I përmendë protestat pranë 3 qytetet më të mëdha të